Të pyesnin për shokët? Më pyesin, Ilja shumë pak informacion. Se kishe frikë? Po kisha frikë. Se nuk shkonte që tu be tha kështu. Sepse kur Po kemi mirë, vajtur... edhe një pyetje. Kur ishe student njerë, të lejohet ty të shkoje me franceze? Kush i pyeste ato? Edhe ishte na kanë Po thënë. ta merrnin vesh? Na thirrën kur do iknim të dy, ishim dy veta ne, do iknim në Francë. Na thirrin në komitetin e marrëdhënieve botës me jashtë. Dhe takimi i fundit pasi iknim. Miso Treska, që kishte bërë liceun, shkrimtar për këtë, ishte emancipuar dhe një Edhe tjetër. emancipuar, po. Po, dhe një tjetër. Edhe shikoni ta ky tjetri. Kujdes me femrat atje. Ai siç e lat fliste atje, pse na panë edhe kështu, me të rinj të thënë dhe gjys. I kthy atij, ju kthy atij. Do ken kujdesa, po këta mbyllën në sëndyk nuk do e mbajni. Kapelën, ne? Po ta merrnin vesh i kishe marrëdhënie me franceze, krijonte probleme? Ai sigurimit në ambasadë, i kishte thënë atyre dy shokëve tan, që kishin shkuar para nesh, 6 muaj. Shikoni tha, ruani tha i sigurimit, po them emra. Ruani nga femra thot, ti për kërdhel thot. Dhe në fund të barkut tha, ti ndjen fut gisha tha aty ke vendi tha, ti ndjen diçka të fortë. Aty është magnetofoni që ti gjizon ty. E vërtet, ha? Po çfarë do të gjizon? Profesori Xhevair. Jo ka mundësi ta ketë këtë. Profesor, e tha vërtet. Kishte magnetofon kaq. Si çfarë ti mendon që nuk e kanë besuar atë moral? Po kjo është ideologji e tyre. Jo ka mundësi, profesor. Kështu ta tha? Po kështu ma tha ky shok. Larje, truri. Mund ta them emrin kur të dalim ta them emrin. Materiali numër 3 me një premtuar, profesor. Kush ka